Mirëmbrëma të nderuar teleshikues. Regjizori ime pretendon që mua më lexohet në fytyrë jam e lumtur apo jo kur fillon emisioni, kështu që të gjithë ju mund të perceptoni që të ftuarën e sotme kam me shumë qejf dhe jam e lumtur dhe po buzëqesh. Ajo është një vajzë shumë e veçantë, në fakt kisha dëgjuar prej kohësh për të dhe kisha dëgjuar vetëm fjalë të mira. Nuk kuriozoj sepse zakonisht sado e arrir që të jetë një vajzë ose një grua, ka gjithmonë një opinione mikse të bashkëpunimeve apo të mendimeve që kam për atë. Në këtë rast ishte një surprizë e madhe që të gjitha dëshmit nga gratë dhe nga burra ishin që ishte një vajzë shumë e arrir. Pata fatin që të punoj me të dhe ta njoh dhe më vonë të bëj një research për të për gjithë kualifikimet e saj. Sigurisht që nuk do rri që të numëroj kualifikime dhe gjatë bisedës ju mund të kuptoni vetë se për çfarë shkollimesh bëhet fjalë apo çfarë vlerash mban e ftuara ime sot në studio. Unë dua të hyj direkt në temë që ju ta zbuloni, po aq bukur sa e kam zbuluar unë këtë ditë. Jam shumë e lumtur sot të prezantoj për ju Ana Shkrelin. Ina, faleminderit shumë, edhe ishte shumë emocionuese për mua ta dëgjoja këtë hapje. Në një moment mendova që do të thotë të gjithë njerëzit thanë vetëm gjëra të tmerrshme për këtë njeri, prandaj u vendosa ta merra në studio sot. E disa pak kështu se zakonisht hap me një filozofi, po kjo është e vërtetë. Okej. Dhe isha në fakt kam qenë gjithmonë kurioze, e dija që në mos sot nesër jeta do na përplasë dhe do kishim një bashkëpunim bashk, po kam qenë gjithmonë kurioze që të njoh vajzën që të gjithë kanë vetëm gjëra të mira për të thënë. Edhe unë kam qenë shumë kurioze të njoh aty, kështu që jam shumë e kënaqur që jemi sot këtu në këtë bisedë. Do ta fillojmë klasikisht, vetëm pyetja e parë është për të gjitha. Njësoj, a ke marshuar ndonjëherë për një kauz feministe? Po. Kam marshuar për një kauz feministe, kam marshuar për 8 Mars. Kam marshuar 2 Marset e kaluara, të cilat janë organizuar nga kolektivi feminist i Tiranës, që janë goca të papame, që unë i du shumë fort, të cilat e bëjnë këtë gjë sepse realisht e besojnë dhe pavarësisht gjithë stigmës që marrin edhe në televizion e kur dalin e me radhë, ato vazhdojnë që ndrojnë aty. Herë firojnë, herë i grupohen, ca i kinë jashtë, ca i kthehen e me radhë, po i du shumë fort. Edhe mendoj që është një gjë për cilën, dhe me po të shikosh sa patriarkale është shoqëria shqiptare, në fakt unë mendoj që bijem dakord me këtë që është, mendoj që minimumi që mund bëjmë është të shprehim solidaritetin të paktën një herë në vit. Unë jam kurioze për diçka, duke ditur që ti ke studiuar në Itali, në Angli, nëse jam me sakt, me çfarë kam bërë research. Si është për ty të njohësh ambientin e grave në Shqipëri, mbas eksperiencës që ti ke jetuar në ambientin e grave në Itali, në ambientin e grave në Angli, gjithë të drejtave që ato gëzojnë dhe gjithë absurditeteve që janë të tmerrshme për Shqipërinë, kur në fakt janë thjesht liria e të drejtave të njeriut, janë baza e lirisë së drejtave të njeriut. Ishte tronditëse rikthimi yt? Për rikthimi im ka qenë tronditës. Unë kam pësuar një shok kulturor në fillim kur kam ardhur dhe ditë të them, edhe prandaj për mua ka kaq vlerë, dua të tregoj shumë e sinqert, po është vërtet që kanë qenë pikërisht gratë si ato që përmenda unë, të cilat nuk lidhen vetëm me kolektivin feminist, lidhen edhe me të gjitha grupet që mbështesin të drejtat e njeriut në Shqipëri, ato që në një farë mënyrë ma kanë bërë tranzicionin e rikthimit më të butë. Sepse për mua janë vërtet po themi një kontingjent i jashtëzakonshëm njerëzish në Shqipëri, ato që vërtet, domethënë, e ke parasysh flitet shumë për këtë termin Shqipëria Europiane. Kupton edhe kjo shifet vetëm në kontekstin e si një pikë mbritje politike ku duhet shkojmë. Kur në fakt kjo ka të bëjë më shumë me mënyrën e jetesës edhe me qasjen që ne kemi ndaj njëri tjetrit, për të kuptuar tamam cilat janë vlerat njerëzore që ne jo vetëm gëzojmë, po dhe që duam të respektojmë. Me një farë mënyrë domethënë si e trajtojmë në njëri tjetrin. Edhe mendoj që këto kanë qenë njerëzit që mua më kanë bërë ta kapërceja të shok kulturor. Pastaj her pas here, sigurisht që takoj njerëz të ndryshëm të cilët më rikujtojnë për të gjithë këtë ekosistemin patriarkal, i cili shpesh është i brëndashkruar dhe te gratë, se kjo është gjë shumë e rëndësishme që duhet ta themi. Madje unë mendoj më shumë te gratë se sa te vetë burrat. Nuk e di këtë, po di të them që unë njoh djem për shembull që janë që nuk e kanë këtë sistemin e vlerave patriarkale, sikurse njoh gra që e kanë sistemin e vlerave patriarkale. Prandaj është shumë e rëndësishme sa që debatojmë, për shembull, diskutojmë dhe me njerëz të cilët kanë një lloj bezdije nga termi feminist. E ke vënë që ka një farë bezdije nga. Ja, i irriton. I irriton njerëzit. Njerëzit mendojnë që kjo është një ndarje midis burrave dhe grave, ndërkohë që nuk është kështu. Në fakt është një ndarje vlerash.
që nuk njeh gjinin në këtë moment. Më kupton, pra ti ose i rrica vlerave ose si rrica vlerave, kjo nuk ka të bëjë në janë burra apo gra. Kështu që në këtë sens kjo është shumë e rëndësishme për të saktësuar. Edhe nganjëherë më rastisht që takoj njerëz që të ndajnë vlera që janë në mos jashtëzakonisht patriarkale, prapë kanë atë mentalitet. Gjillin e mbuluar brenda, kupton? Edhe gjithmonë nga herë bëm edhe acaruse madje, se kam qef ta diskutoj si temë dhe ka shumë njerëz që nga herë edhe bezdisën nga ky insistimi. Dhe kuptojmë fare terminologjinë që ti përdor, kjo është pak si fillim. Po. Kështu që dëgjoj, unë kur mora aromë gruaje. Mora shumë hovën, fal. Jo, sa gjë. Ky emision është vetëm për ty. Fal. Kur mora aromë gruaje, tash okay, fola me Vasilikën dhe i thash nëse do jemi autorë do ta bëj si dua unë, që do të thotë titull skandaloz, çua e ftuara, la e ftuara, shpërthen e ftuara, qau e ftuara, histori roz, banale, nuk do kishte. Dhe sigurisht në një televizion privat, pra që nuk është televizionin publik shqiptar ku ti ke lirin të flasësh për vlera dhe të paguajnë në televizion privat, shikojnë klikimet dhe detyrohen moderatorët që të bëjnë këto me çuarje. Kur ti filloj podcastin tënë, do ta lidh me këtë gjë dhe isha e qetë se tash do bëj punën time, do thras gra për qefin tim, do promovoj vlerat e këtyre grave dhe nuk do më thot askush që pse nuk u klikua, sepse nuk ka një gjë skandaloze të dhunshme, të turpshme për të klikuar. Kur ti more podcastin tënd, unë dëgjova pak në NZ që ishte një nga podcastet më të mira të bëra në Shqipëri. Zot, përgjithësia, po. Ndërkohë, e kam përjetuar dhe vetë atë turpin publik në apo klikohet mjaftueshëm emisioni im që të quhet I vlefshëm. Si ishte për ty kjo trysnia, a do ta klikonin njerëzit apo jo? A do t'i vlerësonin njerëzit, a do t'i kuptonin në fillim, pastaj t'i vlerësonin njerëzit që ti do kishe të ftuar? Si ishte eksperienca e vetes tënde me atë pritshmëritë e njerëzve në përditshmëri? Fakti është që podcasti im nuk u klikua aq shumë. Dhe kjo është dhe arsyeja që pse podcasti im u mbyll. Sepse nuk pati audiencën që tani kjo është një temë që është shumë interesante, Ina, sepse do me thënë më doli gati një frazë kështu si parafabrikat, nuk pati audiencën që pritej që të kishte. Unë nuk e di kush ka pritur çfarë lloj audiencës, dhe kjo është shumë interesante si temë. Do me thënë, historia e audiencës është triki, që do thotë nuk mund të presësh nga një emision kulturor, okej, unë nuk se merresh, nuk ishte emision libri, po në thelb të ftuarit vinin kryesisht nga bota e aktivizmit, e kulturës, ato janë temat në përgjithësi, edhe po ti shohësh në retrospektiv ato janë. Nuk mund të barazosh të njëjtat pritshmëri audiencë me ç'mund të ketë një kudion reality show. Më kupton, ose ç'mund të ketë një emision që është një emision pak më roz. Trash TV quhet në Amerikë. Nuk doja të përdora Trash TV. E di pse se kam thënë se Trash TV e marrin sikur po them që është emision player, ndërkohë që nuk është ashtu. Trash TV është një zhanër, më kupton? Për shembull edhe unë kur hajpja të pasta shtëpi kam qefe pa Trash TV, nuk është se është një gjë e tmerrshme. Thjesht, pra me çfarë krahasojmë këtë audiencë? Dhe një audiencë shumë e ngushtë. Dhe unë nuk kam pas fare pritshmëri klikimesh. Unë kam dash me bë një podcast dhe një emision me idenë që nëse unë kam temat mira dhe të vlefshme që në fakt i konsumoj me njerëz që i du fort dhe që bëjnë një punë shumë të mirë, se mos ta xhirojmë këtë bisedë. Sigurisht pak më të strukturuar, e dim çfarë do themi, ku do dalim etj, pra nuk është muhabet tavolina. Sepse në vetvete mendoj që në Shqipëri ka shumë pak dokumentim mbi diskursin kulturor që ndodh. Edhe po ta shikosh, për shembull, gjithë to cikle pafund, takimesh që bëhen në përgjithësi qendrat kulturore, këto mbesin të gjitha të paregjistruar, nuk i dhan YouTube, nuk ka një botim. Pra si më thënë, ajo gjëja hidhet në hapësirë dhe aty pastaj mbaron dhe me mentalitetin fondet timore, aktiviteti u mbyll, firmat u morën, pati 35 pjesëmarrës, miru pafshim. Ndërkohë që në thelb është ajo pyetja e madhe, që nëse bie një pemë në pyll dhe asnjëri nuk e dëgjon, ka rënë vërtet ajo pemë, domethënë, nëse këto gjithë këto gjëra që ndodhin, gjithë këtë diskurs publik që lëvrohet, që latohet, nëse nuk mbetet që të përdoret në kohë dhe nga njerëz që mbasën ato temë mund të arrijnë më vonë, për një arsye për një tjetër, për interes, për moshë, për shumë gjëra, ka ndodhur në fakt, dhe kjo historia për shembull mungesës së arkivimit apo e lëndës që mund të gjendet. Është një gjë, është një diskurs shumë i madh. Ti ke për shembull shumë artikuj që janë shkruar para 2013 që nuk gjenden më online. Ndërkohë aty është një diskutim që ka ndodhur, pra si me thënë, kjo shoqëria jonë, mendoj unë ka nevojë për pak më shumë arkivim të diskursit kulturor. Dhe në thelb, kjo ka qenë dëshira për ta bërë një podcast, pra që ato biseda
eventualisht do të mbeteshin, do të gjendeshin dhe pas sa kohësh. Pastaj, sigurisht që ti je në një makineri që gjithsesi është një televizion, i cili është një televizion privat, që gjithashtu është një televizion i cili me të drejtën e vetë, sepse këtë model ekonomik ka, po. Dhe vetmja pyetje ime e vërtet në atë mes ka qenë gjithmonë nëse vërtet edhe në televizione private nuk u gje kërka dot një hapësirë e pa monetizuar. Personalisht kam dalë nga Trash TV, Po. me një famë shumë të madhe. Ta di rrugtimin, po, ka qenë shumë e papamën. Dhe pastaj më vonë u zbulua cila ishte ambicia ime televizive që nuk kishte lidhje me Trash TV, e përdora shumë mirë. Po. Si del? E disa herë më kanë përqeshur mua për mënyrën se si unë doja të vazhdoja rrugtimin tim. Njerëz që punojnë në media dhe jo vetëm, njerëz që patjetër strategjikisht mund të kenë gjëra shumë të suksesshme, të klikueshme etj. Por, ama, vendimi im, misioni im që ishte real, ndoshta nuk pritet të ishte real, nuk e di se si mund t'jem perceptuar unë nga të tjerët, nga ta që nuk më njohin, është quajtur shumë naiv, është quajtur si fundi karrierës time që nuk ishte dhe nuk do jetë asnjëherë, por mua më është dashur të ndihem e ofenduar sepse kam dashur që të jemi mbështetur në një X sistem vlerash që mund të mos jetë vlerë për shumë njerëz, po që për mua është sistem vlerash. Ti je ndjerë ndonjëherë kështu në bashkëpunime, në punë në Shqipëri? Pra, atë ka thënë ndonjëherë dikush, po mira, ti je shumë e zgjuar, ti mund të bësh një gjë që është pak më e thjeshtë, që ty njerëzit nuk të kuptojnë me këtë gjuhë, më kam dëgjuar dhe këtë gjuha jote, nuk kuptohet. Pra, ti pse nuk e bën pak më të thjeshtë gjuhën që njerëzit të dëgjojnë, të dëgjojnë pak më shumë. Po, unë kam përshtypjen që edhe nuk di ta bëj këtë gjë, se as unë nuk di ta bëj, po. Prandaj them. Jo, nuk më shtën, unë jam përballur me gjëra të tjera, jam përballur me paragjykime të një tjetër lloji, më kupton për punën time, se gjithmonë është ndryshe. Për shembull, një nga gjërat unë kam një shtëpi botuese, e cila shërben edhe pak si hapësirë komunitare, shërben edhe pak si qendër kulture, ne marrim përsipër projekte kulturore të ndryshme me radhë. Dhe për shembull një nga gjërat që na shton është që ju jeni ata që bëni gjëra kështu që janë gjasme as elitare, që në sensin që jeni shumë elitistë, jeni shumë të mbyllur me radhë. Gjë që nuk është as pak e vërtet, kjo. Ne jemi shumë të hapur, hapësira pikërisht, dhe mund tjetë, do thoya unë, është vetëm një shtëpi botuese që ti mund të biziles të vish brenda dhe të lexosh një libër apo të punosh aty në hapësirën tonë. Kështu që kjo nuk ekziston. Dhe kjo vjen nga një farë paragjykimi që është pikërisht kjo e gjuhës, e kurimit, e përmbajtjes, e formave. Unë nuk mendoj që ka gjëra që janë shumë elitare. Unë mendoj që ka gjëra që mund të jenë sektoriale. Ajo është tjetër gjë. Qofse unë mendoj që tregu i librit në Shqipëri është i përmbytur nga romanët, sigurisht që mbase dhe nuk kam interes që të futem dhe të botoj të njëjtën gjë që po botojnë gjithë të tjerët. Mbase kam interes që të kem një treg i cili mund të jetë pak më i ngushtë, kur flas me treg për referohem audiencës lexuese. Jetë pak më i ngushtë, por ti shërbej atyre në një mënyrë që të tjerët nuk i shërbejnë. Dhe kjo nuk do thotë që ne një ditë do bëhemi të mëdhej. Është një gjë që mbase unë nuk e dua. Unë mbase nuk dua të bëj një shtëpi botuese të madhe. Mbase unë nuk dua të futem të bëj librin shkollor. Më kupton, mbase dua të bëj këtë gjë që bëj dhe që kjo të vazhdojë. Dhe kam audiencën time, e cila është një audiencë që vetën e vetë gjen. Domethënë dhe kjo mania që ti tani duhet të jesh out there dhe praktikisht do të prekësh të gjitha fashat e audiencës. E kupton? Dhe kjo është një gjë që s'është tama me drejtë, se pastaj thua me vete po mirë, atëra nuk është e mundur të krijohet mbase një produkt kulturor i cili temën që po hulumton ta hulumtoj pak më në thellësi, po këta njerëz që kanë interes për këtë gjë, pastaj ku do e gjejnë? Po ndërkohë kjo ambicia jote, sa i ka trembur njerëzit në pamjen e parë? Nuk mendoj shumë që i ka trembur. Mendoj të kundërtën, mendoj që ka pas një farë nënvlerësimi në gjithë këtë gjë, që në fillim. Dhe pastaj papritur i ka dalë një gjë pak më serioze se që kanë menduar. Kjo ka ardhur si rrjedhojë shumë gjërave, ka ardhur si rrjedhojë faktit që një pjesë shumë e madhe njerëzish nuk kanë besuar që akoma sot e kësaj dite për shumë njerëzit nuk e besojnë që shtëpia botuese është e imja. Njerëzit mendojnë që shtëpia botuese është e mamit dhe e babit dhe ndërkohë jam unë që merrem me shtëpinë botuese, kupton? Ndërkohë që kjo nuk është një gjë e vërtetë. Po unë jam jashtëzakonisht mirënjohur se prindërvet mi ata më dëgjojnë me orë të tëra kur unë ankohem për tregun e librit, më japin ide shumë të mira, më sugjerojnë her pas here për shembull një përkthyes të mirë apo një botues, apo më sugjerojnë gjëra me radhë, por kjo është puna ime, më kupton? Dhe është gjithmonë ky opinioni që çdo gjë që bën ti, dhe kjo është shumë interesante, nuk je ti.
Do më ti e front face. Po në fakt nuk je ti. Po, ndërkohë që edhe nëse dështon, mezi pritet që të thonë që asa ju munduan të gjithë, ju mundsuan të gjithë, apo dështoj. Domethënë, ndërkohë gjithë arritjet i atribuohen dikujt që patjetër ka në dorën e vet në rrugtim, kanë prindrit të gjithëve ne. Absolutisht, ka qenë një mbështetje shumë e madhe. Por kjo është një element shumë interesant, që është kjo tamam, domethënë që duket sikur më shumë njerëzit, domethënë nuk do të them gëzohen, se nuk është gëzohen, po interesohen më shumë për këtë fjalin që ti the që është një fjali shumë e vërtet dhe shumë e bukur për tu ngrit këtu, që ja, ju mundsuan të gjitha dhe dështoj, se sa ju mundsuan të gjitha dhe Unë mendoj se gëzohen, mendoj që gëzohen për të vetme në arsye sepse të paktën në nivel emocional justifikojnë veten dhe kanë pak momente dashurie për veten, por patjetër të pashëndetshme, sepse justifikojnë në fakt dështimet e tyre personale dhe i bën të ndihen pak më mirë për veten e tyre. Mendoj që emocioni dur do ishte gëzimi në këtë pikë. Nuk e di, nuk dua ta mendoj këtë, nuk dua as ta besoj këtë, sepse në fund të ditës, domethënë, çdo gjë që ne bëjmë dhe kjo punë që bën ti me këtë emision, që është kaq i bukur edhe bëhet kaq i vërtetë, me radhë, kjo është një gjë që i shërben njerëzve, një moment që mund të jetë në një dikush që mund të jetë në një moment pasigurie, dëgjon një rrugtim të mirë, katër fjalë inkurajuese, një gest fuqizues edhe merr diçka të madhe. Të them një gjë të bukur për shkakun që pash sot në Instagram, pëlqeu shumë. Ishte një burr i cili kishte vendosur të bënte nuk e di se sa kilometra me biçikletë, thjesht për të shkuar dhe për të shprehur një autore mirënjohjen për librin që ajo kishte shkruar. Dhe thoshte që unë kam qenë në një moment shumë depresiv të jetës time, më ra ky libër me poezinë në dorë, është një autore franceze, edhe e rilexova kaq herë derisa diçka bëri klik brenda meje. Edhe më shëroi. Dhe ai tani kishte marrë rrugën dhe po shkonte. Pra, me këtë dua të them që çdo gjë që ne bëjmë ka potencialin që të ketë një impakt të jashtëzakonshëm tek dikush tjetër. E kupton? Dhe unë nuk dua të mendoj që njerëzit i gëzohen mbylljes së këtij aktiviteti. Nuk dua të mendoj që njerëzit i gëzohen dështimit të emisionit tënd, që mos ardh kurrë, inshallah. Apo që i gëzohen ku diun dështimit të punës time. E kupton se në fund ditës është gjë që e bën edhe jetën kulturore dhe çdo gjë që ndodh më të pasur. Por nga ana tjetër është edhe kjo që duhet më i pa gjërat me më dashni. Kur flasim për kulturë, një temë shumë interesante që kam dashur gjithmonë ta diskutoj me dikë ka qenë. Unë ose kam qenë shumë e re për të bërë diçka, ose kam qenë shumë e vjetër për të bërë diçka. Po, kjo është specifike për gratë. Nuk mendoj që një burr është shumë i vjetër për të bërë diçka. Po, kjo mund ta bëj shumë mirë këtë pozicionin, por nuk ka moshën, domethënë është e tmerrshme. Ose po tani mund ta bëj këtë gjën, por është pak sikur të shikojmë vajzë më të re, ti e ke ndjerë këtë gjë në punën tënde ose në marrëdhënie me njerëz, sepse unë mendoj që është e çdo fushë të kulturës, sepse edhe kur je një piktore shumë e mirë, një shkrimtare shumë e mirë, një përkthyese shumë e mirë, është gjithmonë një 60-70 vjeçar që është më i miri në botë dhe ti nuk kualifikohesh fare, po, se ti je shumë e re, dhe pastaj kur ti ke shku 50-60, je shumë e vjetër, duhet pak gjak rinor, duhet pak gjak del një 30 vjeçar, se nuk del asnjë 30 vjeçare. Është gjithmonë një burr i ri që është koha e këtij burrit tani, se ti hiku koha jote u plaka. Është tipike, po kjo ndodh, të thash, kjo ndodh vetëm me gratë në përgjithësi. Nuk kam dëgjuar akoma një rast në cilin një burr ka qenë shumë i vjetër për të bërë diçka. Ti ke dëgjuar një rast që një burr ka qenë shumë i vjetër? Jo, më interesoj ti kur ke qenë e vjetër për të bërë diçka. Unë kam qenë e vjetër për të bërë diçka. Ose shumë e re për të bërë diçka. Po unë kam qenë shumë e re për të bërë diçka në pjesën më të madhe të gjërave që kam bërë. Ti je shumë e re ende. Po shumë e re ende, nuk jam tash e re, po domethënë pjesën më të madhe të gjërave që kam bërë kam qenë shumë e re. Kur u mora me Muzeun Kadare, që është një muze lokal në Tiranë, isha shumë e re për të qenë drejtoresh dhe nuk merresha shumë seriozisht. Kishte gjithmonë një arsye pse dikush më ishte vënë mua aty, ishte një qok gjithmonë që tu i bër dikujt tjetër etj dhe nuk konsiderohesha shumë. Edhe nga për shembull studiues që vinin për të bashkëpunuar me muzeun, prap ishte pak një. Pastaj edhe kur hapa shtëpinë botuese ishte kështu shumë e re, grua me siguri do t'i shkoj përmbar që të botoj ku diun libra motivues, romane romanc, dashuri etj. Kur hyra dhe kjo gjë ishte mirë pritur. Kur pastaj hyra në një sektor që një seksion që ishte pak më studimore me radhë, si më thënë u pash me një lloj skepticizmi që seriozisht, më kupton, do të ndërmarrësh se është shumë e re. Po, gjërat e detyrale se je pak e re, në sensin çfarë kualifikime shketi për ta bërë këtë gjë etj. Në këtë sens e kam ndjerë të vazhdoj ta ndjej. Në intervista televizive të pyesin shpesh për jetën tënde personale, për marrëdhëniet, për po,
më pyesin, unë në përgjithësi nuk jap intervista televizive që janë për mua. Në përgjithësi unë jap vetëm intervista televizive që janë për librat. Dhe këtë e bëj edhe sepse nuk dua që të më bëjnë pyetje që janë shumë personale, sepse jetën time personale kam dashur gjithmonë ta mbaj private. Thot fjala vet personale, pa private. Edhe sepse mendoj që ka një lloj shenjtërie, më kupton, domethënë janë disa gjëra të cilat unë nuk dua t'ja ushqej publikut. Dua ta mbaj për veten time, sepse një marrëdhënie sigurisht është ka gjithmonë vështirësitë e veta, ka gjithmonë situatat e veta që po kalon, të jashtëzakonshme apo të vështira, dhe në këtë sens më duket sikur sa më shumë hapet për komente, për aq më e sulmueshme bëhet. Sikurse kam dashur realisht në gjithmonë që njerëzit të cilët zgjedhin që të bashkëpunojnë me Belindin, apo njerëzit që zgjedhin të bashkëpunojnë me mua, ta bëjnë këtë gjë për punën tonë. Për vlerën. Po. Edhe nëse nuk i pëlqen dikujt, nëse dikujt nuk i pëlqej unë, të mos i pëlqej në nivelin e punës që bëjmë. Kupton, nuk kanë pse njerëzit të dinë gjëra që janë shumë personale, sepse realisht mendoj që ajo është një gjë që pastaj shkon dhe dëmton një marrëdhënie në një mënyrë gati të pa lehtësueshme. Po unë kam një pyetje shumë sinqert, domethënë ti sulmohesh ose nga baba yt, para që me sa më the deri tani se tash unë kam dëgjuar fjalë shumë të mira, pra ose i atribuohet babait tënd dhe tani hyn Belindi që për fatin tënd të keq ose të mirë është pjesë e një vit parë politike, dhe gjithmonë je duke u asociuar me këto dy burra, kur në fakt ti je një vajzë shumë e bukur vet, me shumë kualifikime, me shkollime nga më të mirat, bën një punë shumë të mirë. Tani ne do ta zbulojmë pak më vonë dhe si bashkëpunojmë bashkë dhe unë e kam prekur me dorën time punën tënde. Duhet ta di në nivel emocional si është kjo për ty, sepse duhet jetë e tmerrshme, jo sepse ti nuk i do, janë dy figurat, besoj që ti ke më shumë gjanë dhe do më shumë. Po janë. Po ndërkohë në nivel personal pastaj si është ndjesia e kësaj? Unë jam shumë e lumtur që Belo është në front të parë. Jam shumë e lumtur sepse mendoj që unë dua të ta shoh të realizoj ëndrat e veta 100%. Nuk mendoj që njerëzit mund të jenë të lumtur në një marrëdhënie ku njëra nga palët nuk arrin dot të realizojë ëndrat që ka. Pse sigurisht varet edhe ëndras, ti nuk është ëndër që të bësh mbreti botës, po është tjetër gjë, është delulu, nuk është ëndër. Kështu që në këtë sens jam shumë e lumtur. Edhe për, siç thash, për gjithë mbështetjen që mua më ka dhënë Nimat që nga fillimi. Sigurisht që nuk është shumë e lehtë, jo se ka dhe aq ndonjë problem që ty të ta asociojnë me jo, e kam kur vjen Kastile për të minimizuar ty vlerën, sepse vin për ta ushtofshin burrat që mbështesin gratë dhe gratë që mbështesin burrat, se s'ka lidhje me gjinin. Po. Kjo është një gjë që vjen në mënyrë të natyrshme, të thash, kur vjen puna tek shtëpia botuese për shembull, që në vetvete është aktivitet jetës time, unë harxoj 10 orë të jetës time duke punuar aty, kështu në një farë mënyrë më definon, pavarësisht se ne nuk duam që punat na definojnë plotësisht. Po nga njëra anë të thash, ose mendohet që nuk është fare kjo që i bën këto punë, sepse është njëri tjetër që vendos, etj që është i madh, sikurse nga ana tjetër një pjesë e madhe thonë më mirë çon si ka se kjo këtë punë bën për qef se më kupton ka Belinde. Ndërkohë që nuk është kështu. Realisht nuk është kështu. Domethënë, kjo është një punë dhe më shumë se sa një punë, është një pasion, është një dashuri, një gjë që unë i kam dedikuar jetën time. Dhe në momentin që e minimizon komplet, e zvoglon, mua më nxjerr jashtë kësaj trajektorie, pra siç të thash, unë bëm vetëm një front face kësaj gjëje, ti e zgjeson këtë grua, e azgjëson jo vetëm në punën që bën, po dhe në opinionet që ka. Sepse ti duke e barazuar me dy figura mashkullore, je duke thënë që ky njeri nuk ka të drejtën e të qenit. Pra nuk është. Nëse ti më barazon, plotësisht më zhbën. Dhe kjo është një gjë shumë e shëmtuar për t'ia bërë dikujt. Pavarësisht cilës do rrethan. Ka shumë gjëra për shembull me cilat unë nuk bie dakord fare me Timati. Kupton, sigurisht se ka shumë gjëra për cilat mund mos bie dakord me Belindën. Pra, njeriu është një njeri. Një njeri. Dhe një njeri është një qenie me shumë kontradikta, dhe ashtu duhet jetë. Mendo çfarë tmerri është nëse një njeri do binte në një kallup specifik. Sa e dhunshme do të ishte. Do të ishte tmerrsisht e dhunshme. Do të ishte tmerrsisht e dhunshme, sepse do të thotë që ky njeri nuk do arrinte dot të ishte poliedrik, pra që të mund të empatizonte me individ të ndryshëm që janë të pangjashëm me njëri tjetrin. Unë mendoj që gjëja më e bukur e jona është fakti që ne jemi qenë shumë kontradiktore.
Në thelb. Po, është e mrekullueshme si gjë. Domethënë të përpiqesh ta njësosh komplet dikën në bazë të një etikete është një tmerr i vërtet. Është tamam, kjo fjala e qytetit që ishte shumë e bukur. Është tamam, është dhunë. Unë do të lëm me këtë, do kalojmë pak në reklama dhe rikthehemi sërish në studio. Nga mbarë me dhunën. Publicitet. Teleshikues, rikthehemi sërish në studio. Unë jam totalisht e përfshirë në bisedën me Anën. Besoj që dhe ju që na ndiqni në televizion ose në YouTube ose në rrjetet tona sociale jeni duke dashuruar njësoj si unë në këto momente. Unë dua të rikthehem në një pyetje që ka të bëjë tani me punën tënde. Mendoj që kush është mjaftu shumë inteligjent edhe nga këto përgjigje mund të marri atë esencën e të qenurit të një njeriu, po gjithsesi më duhet që t'i ndaj her pas here. Dashuria jote për librin ka qenë e instaluar, unë e kam fillu me dhunë nga mamaja ime. Pastaj u dashurova rrugës, po që ka qenë shumë e dhunshme ajo që unë mbas shkollës do të lexoja një libër gjatë pushimeve veror, flas kur kam qenë 7 vjeç, 8 vjeç, etj. Si ka qenë për ty, si e mban ti mend librin e parë që të ka pëlqyer? Kjo është një pyetje shumë e bukur, unë kam shumë qejf edhe kjo është histori që du fort. Kur kam ardhur në Shqipëri, unë kam lindur në Itali. Edhe kam jetuar në Itali deri nga mosha 5-6 vjeçare. Ma për qik më shumë, edhe unë tani nuk e time-zonoj dot tamam. Mbas pandemisë. Mbas pandemisë, po, kemi humbur neurona. Është e vështirë. Dhe kur kam ardhur në fillim, kam pas një lloj revolte ndaj gjuhës shqipe. Nuk e flisja, e kuptoja, shumë mirë se prindërit flisin shqip në shtëpi. Nuk e flisja, po e këtë të folurën, domethënë edhe e më njanoja të folurën, sepse nuk isha dakord me vendimin për të kthyer këtu. Ti mendoj që unë këtu kam ardhur në 98-ën, e gjetë një tmerr. Mendo që kam gjetë këtu. Ndërkohë që Italia viteve 90, dikur do guxon të thoshte që është gati më mirë, ka qenë më mirë se ç'është sot. Domethënë, ka qenë vërtet, pra, ishte diferenca ishte shumë e madhe. Dhe unë e refuzova dhe si fëmijët që janë shumë inteligjent në thelb, kuptova që akti i parë i refuzimit është një akt gjuhësor, që do të thotë unë këtë gjuhë nuk e flas. E mohoj. Dhe si rrjedhoj, nuk pranoja as të komunikoja në italisht me njerëz të tjerë, sepse ajo ishte gjuha ime dhe e mamit, më kupton? Pra tjerët nuk kishin të drejtë të hynin në këtë marrëdhënie gjuhësore, fare me mua. Deri në momentin që ime më gjeti një hile që unë të filloja ta flisja shqipe në një farë mënyrë, që ishte që ka qenë një përmbledhje me poezi të zgjedhura të Fanolit, që më pëlqente shumë, ku ishin gjithë to Shëmpjetri në Mangall, Maraton në Maku, Plakashike dhe Topall, Thomsoni dhe Kuçedra, pra një tufë me poezi që janë shumë bukura. Sepse janë të bukura, okay, ato kanë kontekst historik që unë qarta se nuk mund ta kuptoja gjithë dinamikën politike të periudhës, por kishin rim, kishin trok, kishin metër, kishin ritëm, pra ishin shumë të recitueshme. Dhe ajo mi lexonte çdo natë derisa unë mësova përmendesh. Dhe pastaj kisha qejf që të recitoja njerëzve. Kupton, dhe ky ishte momenti i parë që mua më thyej një portë gjuhësore me këtë gjuhë në këtë vendin ku kisha ardhur. Dhe në një farë mënyrë nuk e di nëse ai është libër që unë kam dashur më shumë, por do të them që ai padyshim ajo përmbledhje poezi Shenolit ka qenë libri më i rëndësishëm i jetës time. A mendon ti që lexuesët shqiptarë kuptojnë librin? Vërtet çfarë po lexojnë? Një libër. Lexojnë. Marrë një libër. Po si se kuptojnë Mina? Si ka mundësi që janë kaq ignorant? Po jo, Mina, se janë gjithë ignorant. Të beton. Jo, nuk janë gjithë ignorant. Se nuk kam njohur njerëz ignorant që kanë dhe shtëpi botuese. Po mirë. Njohur njerëz ignorant që përkthejnë. Kam njohur redaktore shumë ignorante, shumë redaktore ignorante. Tani, unë çfarë quhen ignorante? Mund të thuash çfarë quhen ignorante? Nisim që këtu, ground basis. Që nga të menduarit kritik është 0. Okej. Sepse kur edukohesh, do ti do zhvillosh të menduarit kritik, do krijosh një tënde, patjetër. Ky është thelbi, po. Kështu që unë këtë e kam konstatim, domethënë unë e di që janë ignorant, po unë nga ty dua të më thuash pse. Është një pyetje që kë vlerësoj dhe kë e kuptoj që vërtet ato librat i ka inkorporuar edhe filozofia e jetës është e njëjtë me atë që predikon. Po. Që punon çdo ditë, transmetonte njerëzit në audiencë në televizion. Po s'është lehtë ajo, se ne thamë që njerëzit janë qenë kontradiktore.
Mendon thjesht nga kontraditat e tyre, apo? Jo, mendoj edhe, unë nuk mendoj që janë ignorant, unë mendoj që shpesh këtë të menduarit kritik që kanë e vënë në gjumë, edhe e vënë në gjumë edhe për hir të një pragmatizmi të situatës. Okay. Ka shumë njerëz, për shembull, të cilët thellë din, për shembull kanë kritika edhe politike. Nuk po flas vetëm për partitë, kritika politike është çdo gjë, edhe një emision ka një politikë editoriale të vetë, nuk kanë kritika, po nga që mendojnë se do t'i prishin punë rehatis të komoditetit të tyre, vendosin që këtë zërin e vogël të bulkthit, që në fakt është mendimi kritik, ta mbyllin gojën. Në kupton dhe sillen sikur janë e bëjnë veten më budallënj nga që janë në fakt, që në thelb është një formë pragmatizmi total shoqërore, që unë nuk e di si ka për t'i dalë me kalimin e kohës, se mendoj që në nivel afatgjat nuk të del dhe aq mirë kjo mungesa totale e mendimit kritik, mos vëret gjëra në diskutim, e thpoja e thënë në çdo moment, kjo le të kaloj, le të bëhet, s'ka problem, ç'më duhet mua etj etj. Pra e gjithë kjo në fund fare të përkthehet shumë negativisht. Kështu që në këtë sens mendoj që është më shumë ky pragmatizmi real se sa realisht mungesa e mendimit kritik. E di ku e kam vënë re këtë unë, për shembull, që nuk e di a mund ta them këtu tani në televizion, po jo, unë e kam vënë re në historinë e teatrit kombëtar. Që ka qenë edhe i fat pilure të cilën unë nuk e di nëse kam golltitur dot deri në fund si ngjarje historike të këtij qyteti akoma. Domethënë, po të flise në zëm me njerëz të ndryshëm, thonin po e di se s'ka lezet, se tash e më kupton, aty duhet të ketë referendum me njerëzit të pyeten, duhet marrë parasysh kjo, nuk mund të shtypet protesta me dhunë etj etj. Pastaj kur vinte puna thonë na aman të keqja sikur do ndryshon një gjë në këtë vend, ç'më duhet mua ti futemi në këtë muhabeti, të dal të flas, të dal në protestë. Aman, më kupton, ndërkohë ajo që atyre do t'i prishej eventualisht, do të ishte diçka vërtet e vogël në thelb. Mund të ishte edhe mbase një periudhë pasigurie. Mund të ishte edhe fakti që okay, do në rastin ekstrem do u bis në vendin e punës në atë moment, po okay, ja një familje ka njerëz për të mbajtur, po në kjo lloj ka shkuar deri në njerëz që janë shumë të rinj, që në thelb e kanë kapacitetin dhe mundësinë për të qëndruar për disa parime të tyre. Por ky pragmatizëm është bërë kaq i thellë sa që tani kemi frikë të rrezikojmë dhe pushimet tona, e kupton? Pra jo vetëm vendin e punës, po dhe pushimet, pra rehatin, e kupton? Dhe unë këtë mendoj që është. Nuk mendoj që është dashje ignorancë. Mendoj që është, si më thën, ke parasysh ignorance is bliss, si më thën është edhe ignoranca, është pekim. Ose mos angazhimi, pra suprimimi i mendimit kritik, është i fare hatia. Ti kë vlerëson më shumë nga librat e tu? Një libër për cilën jam shumë krenare që ka dalë është për shembull një libër që titullohet Dekalogu një lagje tiranase, e se rrëfimtare mbi çfarë humbim, që në 10 kapituj rrëfen në një farë mënyrë historinë në një familje që shkon nga periudha e monarkisë deri në tranzicionin e pasme të dyshit. Po themi dhe në këtë rrëfen zhvillimin e vogël urban të Tiranës, po parë nga këndvështrimi i një çifti që e nisën jetën si të sapomartuar dhe sigurisht e përfundojnë pleq. Dhe aty tregojnë gjitha doke, zakone, prallat vjetra, çfarë gatuanin njëri dhe tjetri, si e kjo kalimi i kësaj periudhës së represionit politike me radhë, por është rrëfyrë shumë thjeshtë dhe shumë bukur dhe shumë dashur. Dhe një nga gjërat që kam vënë re unë është që ai libër është i pafund, është libri më i shitur, dhe të gjithë njerëzit që më takojnë apo që vinë ke Berku dhe thonë kam lexuar Dekalogun, të gjithë thonë këtë e ka pas bërë gjyshe ime, këtë prallë ma ka të pas lexuar gjyshi, këtë e kam parë dhe unë, këtë e kam ngrënë dhe unë, këtë e kupton? Dhe ajo është tamam, ajo vetëdia dhe diebërja në të njëjtën kohë e përhapur në nivel popullor, që është tamam pyetja që këtë hapësirë gjeografike dhe territoriale, çfarë bën qytet? Se qytet e bën fakti që ne ndajmë një kulturë apo jo? Më duket mua, po për ndryshe bishemi një fjetore. Në shumicën e punëve të tua të pëlqen të luash pak me pavetdijen kolektive të njerëzve. Me pavetdijen dhe me vetdijen, me të dyja. Dhe mos me vetdijen. Po jo, është e rëndësishme, unë mendoj që pavetdija është ajo që në një farë mënyrë tregon që ne jemi të lidhur me njëri tjetrin, pra është një komunitet. Si më thënë ajo që ti ke dëgjuar në fëmijëri, rezonon me ato që kam dëgjuar unë në fëmijëri, apo jo, kjo na bën bashk. Se përndryshe pse jemi ne në një qytet? A nxjerr kjo pak në panën tënde patriotike? Sa patriotike ndihesh? Me gjithë këto shtete të ndruar, me vendimin për të jetuar këtu. Sa patriotike ndihem unë? Kjo është një pyetje që s'ma ka bërë asnjëri në jetën time. Jam shumë e sigurt që je më shumë se sa shumica e njerëzve që kam pas në këtë studio. Unë kam atë dashuri, po. Atë dashuri kam patjetër. Atë dashuri kam sepse unë realisht mendoj që gjuha shqipe është një mrekulli.
në sensin e mënyrës se si kanë mbijetuar, është një gjuhë shumë e vogël, e folur nga shumë pak njerëz, nuk është shumë e lehtë që gjuhët e tilla të vazhdojnë të mbijetojnë. Ne ti po të hapësh indeksin e gjuhëve që zhduken çdo vit, janë shumë gjuhë që zhduken çdo vit. Edhe në këtë sens, domethënë mendo, për mua vetëm një dashni shumë e madhe e ka mbajtur këtë gjuhë për kaq gjatë të folur dhe të shkruar e merat. Kështu që në këtë sens, një njerëz që arrin ta kuptoj vlerën e këtij entiteti, se një gjuhë është e gjallë, padyshim që pra unë e shoh, unë atë konceptin atë realisht e shoh pazgjishmërisht të lidhur me kulturën dhe me gjuhën. Domethënë, për mua realisht pa kulturë dhe pa gjuhë. Dhe ruajtja e këtyre e ruan atë Patjetër se ruan vetëm, ruan dhe dashurinë. Ruan edhe këtë që tham, këtë tharmin ton. Më kupton që ne kemi gjëra që i ndajnë bashkë me njëra tjetrën, domethënë. Në vetvete dheu është kultura që na bën bashkë. Ne së fundmi bashkë punojmë një shfaqje. Them në fund të emisionit datat dhe si mund vinë. Ti je skenaristja e veprës, një vepër shumë e mirë. O zot. Mua më ra të jem e Majta dhe mbaj mend kur më mori Klaudia Piroli, i thash, a ka mundësi të lutem të jem e djatha? Jo, më tha Mojna, kam ti do jesh e Majta. Është fiks për ty, sepse është ajo që ti flet në televizion, edhe unë tani duhet t'i shpjegoja se si patjetër në vepër është e Majta ekstreme dhe djatha ekstreme dhe unë nuk jam e djathtë ekstreme. Po, kisha një lloj, dhe ta lexoja tekstin, e lexova tekstin, një tekst shumë i mirë politik. Një inteligjencë politike që mua më impresionoi, që vinte nga ty, nuk e di se si kush e ka kultivuar, apo është thjesht një qëndrim personal, sepse dua të them që gjëja që unë vlerësoj më shumë në atë vepër është drejtësia me të cilën janë trajtuar dhe respektuar, duke edhe i vënë në pa gabimet e veta të dyja sferat politike. Pra, unë pash një lloj fairness, drejtësi, po një lloj respekti, një lloj dinjiteti i ruajtur pavarësisht ai është një debat politik edhe është çdo gjë është e drejtë që të ndodhi aty, pavarësisht qëndrimeve personale. Kur erdha te Berku pastaj, dhe du të bëja provat e para, hy te shtëpia jote botuese, edhe i thash Klaudia, së lutem më lër të vdes këtu. Ishte një aromë shumë të mirë librash, dhe jo vetëm. Ato karriget vintage, kolltuqet vintage, çdo gjë ishte my happy place. Ishte vendi im i lumtur, mund të rrija aty dhe t'isha shumë e lumtur pa bërë asnjë gjë aty. Ma e që pjesë të gjyshës time. Okej. Kështu që është shtëpi familjare, prandaj dhe ka atë atmosferë. Mendon që kam bjerë energjinë e besoj këtë. Tani nuk dua të dalë të bëj si këto spiritualistët e çmendur në televizion, por realisht mendoj që hapësirat e kanë energjinë e tyre. Si ndihesh ti kur vinë njerëzit edhe thonë, o zot më lër këtu? Dhe përqafojnë aq shumë. Rrini. I them rrini. Qefi jon ky ka qenë që njerëzit të ndihen të përfshirë në punën që ne bëjmë. Edhe në punën editoriale të librit. Pastaj për mua shumë qef me pa si perceptojnë njerëzit gjërat, si e perceptojnë një libër, si perceptojnë një punë që po bëjmë, si e perceptojnë të qenit afër një enti botues, pra me thënë që nuk është një gjë atje larg që ndodh diku në kozmos edhe vjen thjesht një produkt. Do të thënë që ne kemi njerëz edhe secili mund të japi kontributin e vet. Kështu që në këtë sens për mua unë gëzohem shumë kur njerëzve i pëlqen të qëndrojnë atë hapësirë, sepse aty ka dhe një statement politik. Dhe statementi politik është që ne kemi dashur të japim një shembull dhe kur them ne i referohem të gjithë njerëzve që punojnë te Berku, pavarësisht se mund të mos jetë shtëpia atyre nuk ka rëndësi, kontributi është i përditshëm. Ne kemi dashur të japim një shembull konkret me jetën tonë për të treguar që shtëpiat e vjetra të Qerpiçit të Tiranës nuk mund detëruan, nuk kanë pse të prishin patjetër. Si dhe me thënë ato, patjetër që mund t'jenë hapësira të vështira për të jetuar në përditshmëri, sepse ne e dim izolimet nuk janë shumë mirë merat, por mund të rifunksionalizohen, mund të shndrohen në hapësira të mrekullueshme, zyrash që njerëzit ta kalojnë ditën e tyre në mënyrë të jashtëzakonshme. Ti nuk e ke iden sa zilim më kishin mua njerëzit gjatë Covidit që unë kisha një borë aty te Berku. E çuditesh ti pse të pyet unë sa patriote je ti? Nëse ti shkollohesh jashtë, dhe vjen këtu me na rujt shtëpiat me Qerpiç. Po më nuk kam ardhur me rujt shtëpiat me Qerpiç. Se unë kam njohur dhe njerëz që kanë studiuar jashtë dhe kanë ardhur këtu duke pretenduar që çdo njeri do t'i lironte vendin se ato studiuan jashtë dhe erdhën. Ua, ajo nuk është. Ndërkohë ne që hanim bar që i kontribonim këtu. Ajo është zgjedhje. Ndërkohë ti vjen
dhe gjithë gjën edukimin tënd, kualifikimet e tua, bukurinë që do t'i japësh jetës tënde, vjen dhe me shumë dashuri, jep dhe kontribute shumë të rëndësishme në Shqipëri. Unë kam qefta ndaj, domethënë mendoj që prapë është pjesë e diskursit publik, edhe politik në një farë mënyrë. Domethënë unë ndoj që njerëzit kur të vinë ke berku dhe thonë sa mirë ja kemi kaluar sot këtu, sa bukur Ulrika ke kjo bore, nesër pas nesër kur të bëhet diskutimi i radhës që a duhet t'i shëmbim këto shtëpi apo jo për t'i lënë hapësirën këtyre kullave monstruoze me ata të kenë dhe një përvojë të tyren personale, të thonë që jo nuk është tamam kështu, sepse ne kemi qenë në një hapësirë që rrihet shumë mirë në fakt. E kupton dhe po, mund të rifunksionalizohen sepse kemi rastin e 1, 2, 3, 4. Pra është e rëndësishme dhe me dhënë shembuj personal. Se si këto idet që ti ke dhe që i mbron, a i vendos dot në jetë, unë mendoj që berku në këtë sens është një rast suksesi, por nuk ishte pse të ishte një shtëpi botuese, mund të ishte fare mirë një kopësht kalamajsh, mund të ishte fare mirë një restorant pak më privat, mund të ishte fare mirë ku diun një beer garden, mund të ishte çdo lloj gjëje. Thjesht, logjika që ke mbrapa është një logjik e cila do të shfrytëzoj duke nxjerrë çdo lloj përfitimi të vogël monetar, apo ne mendojmë që përfitimet janë të shumëllojshme dhe nuk janë vetëm përfitime monetare. Sepse ky është problemi im. Pra në momentin që ne hymë në një logjik ku çdo gjë kuantifikohet në sens parash dhe tregu, në atë momentin ne kemi humbur davan dhe kulturalisht. Çfarë marrëdhënie ke me parantin? Unë me paran? Unë me paran kam një marrëdhënie shumë, mendoj që kam një marrëdhënie shumë të shëndetshme. Që do të thotë? Që do të thotë. Nuk kam asnjë dëshirë që të bëhem shumë e pasur në jetën time. Dhe këtë muhabet po bënim me kolegen time, djetë shtëpia botuese, sepse ne jemi të ndërgjegjshëm që ajo punë nuk do na bën njerë shumë të pasur. Por pyetja e madhe është kjo punë, a mund të na bëjë ne të jetojmë me dinjitet, por nga ana tjetër duke kaluar shumë mirë ditën tonë, se ajo është shumë e rëndësishme. Mendo çfarë qefish të çosh çdo ditë dhe të shkosh të bësh një punë që të pëlqen, në një hapësirë ku të pëlqen, ku ke mundësi të marrësh të diell në obor, të bësh gjën që do dhe në fund të ikësh në shtëpi. Dhe të kesh edhe para për të ngrënë, të kesh edhe para për të dalë, të kesh edhe para për me ble 4-5 gjëra që do ti. Që ato janë gjëra normale. Më pëlqeu shumë ajo që the, është një shprehje që unë dhe regjisorja e këtij misioni e përdorim gjithmonë, dinjiteti i punës. Pse, për shembull, të pasurit para nuk perceptohet asnjëherë si njerëz që po kërkojnë dinjitetin e punës së tyre, po duhet të shkoj patjetër në këtë monstruozitetin e super të pasur, e një shpërdorimi, jetës luksoze, etj. Po se varet edhe çfarë na kanë, domethënë varet edhe me çfarë na kanë ushqyer kjo. Varet çfarë na ka ushqyer si metër suksesi. Pra çfarë është suksesi? Qofse ti dikujt i ke thënë që suksesi është financiar, atëherë ai do ta kuantifikojë suksesin. Dhe do thotë që unë tani kam $1 milion, po jam i suksesshëm, po nëse kam 2 jam edhe më i suksesshëm. Ndërkohë që nëse suksesi jot, ti e ke kuantifikuar suksesin si qetësi shpirtërore dhe të bërë një gjë që ka vlerë, atëherë kjo është vështirësisht e kuantifikueshme në shifra. Pra, këtu luajmë. E kupton, dhe dinjiteti i punës lidhet me shumë gjëra. Patjetër njerëzit duhen paguar për punën që bëjnë, duhen paguar me një standard të mirë, se edhe ky romantizmi që autori po është për bugoja, ai gjithmonë punon vetëm për pasion, absolutisht jo. Me të mërshme. Absolutisht jo. Totalisht të mërshme. Është edhe super e gabuar, që vizion super romantik nuk ka ekzistuar asnjëherë kjo gjë. Kjo gjë nuk ka ekzistuar kurrë. Me gishtat e dorës mund të numërohen rastet. Gjithmonë autorët Flaubert, Madame Bovary e ka shkruar sepse i paguheshin faqet që botonte në revistë, dhe nga që donte të merrte më shumë para, e ka fryrë librin dhe arriti një pikë që këtë krevatin a lodrën e Bertës, që është fëmia, personazhi kishte çuar 10 faqe vetëm nga që donte që të paguajë më shumë. Ky është fakt dhe nuk ka asgjë të keqe këtu. Kështu që patjetër duhet pagu puna artistike, kryesore duhet pagu mirë. Dhe kjo është arsyeja pse libra duhen bler dhe nuk duhen dhëruar. Po nga ana tjetër dhe duhet pa pak, domethënë që çfarë quan ti arritja? Ku e ka limitin kjo? Cila është dita më e keqe e jetës tënde në punë? Në punë, ndonjëherë, cila ka qenë ndonjëherë dita më e keqe e jetës time në punë? Kjo është një pyetje për cilën jam e papërgatitur. Jo, më vjen shumë mirë, bi që nuk, nëse do kishe pas një ditë aq të keqe, nuk do mendoshe kaq shumë. Kam pas ditë këqija në punë, patjetër, kam pas ditë këqija. Po nuk kam pas ditë kaq të këqija sa pastaj unë kam ndonjë problem që unë bëj një lloj amnezie ndaj gjërave të këqija. Unë i harroj edhe gjërat e këqija që më kanë bërë njerëzit i harroj. Kam përshtypjen që është mekanizëm vetëmbrojtës i trurit kjo. Po nuk kam pas gjëra që janë kaq nuk kam pas ditë të punë që janë kaq drastike. Ditë që janë në punë kam patur në punë që kam bërë përpara. Po, kam pas ditë të mëshme. Kam pas punuar diku në administratë publike.
një periudhë të shkurtër të jetës time dhe aty kam qenë mizerabël. Për mua s'është. Kam qenë e mirë. Do them të drejtë. Aty kam qenë e mirë. Kam qenë e mirë sepse unë afektohem shumë nga humoret e njerëzve. Dhe kuptova që në administratë publike, dhe shpresoj që njerëzit mos ta marrin negativisht, kjo është përvoja ime, nuk është përvoja të tjerëve. Është krejt përvoja ime personale. Në administratën publike ku kam punuar unë, pra në përvojën time, finisët më krijoj përshtypja që njerëzit bënin sikur ishin të stresuar dhe të mërzitur që të tregonin që në fakt po punonin shumë. Pra nëse ti ishe i qeshur dhe në humor të mirë, ishte po bëja si punë, ishte po rrije kot, e kupton? Dhe gjithë situata ishin situatë në cilën njerëzit ishin të gjithë me humor të keq, flisnin keq njëri tjetrit. Domethënë kjo ishte një gjë që mua më afektonte shumë. Më bënte të ndjehesha sikur nuk isha mjaftueshëm. Asociohem me këtë. Sikur nuk po punoja mirë. Domethënë po të qeshje çfarë po bën? Kupton kurse po trish serioze dhe pak kështu i shpryrë të ngritur, po 5 herë për një punë. Po aty tregon që ti vërtet po punon, e kupton? Edhe unë këtë nuk e patetike edhe kjo. Shumë patetike. Është shumë patetike. Ndërkohë, pse thonë që nuk ka modele? Tani ti bën përpjekjen tënde, unë bëj përpjekjen time. Shumë vajza mikesha tona të përbashkëta që kanë qenë këtu, punojnë çdo ditë dhe bëjnë përpjekjen e tyre. Pse ne papritur nuk konsiderohemi në modele të vlefshme për të rinjt? Po duhet ketë, po unë mendoj që e kanë më shumë si një... Ke parasysh si një frazë të gatshme që e thonë thjesht sepse duhet ta thonë dhe sepse nga ana tjetër nuk e din ku qëndron problemi i vërtet, që në fakt është shkatrimi total i arsimit në Shqipëri. Ky është problemi real i shoqërisë. Nuk është çështja modeleve. Modele ke sa dush. E di çfarë është model? Model është edhe një njeri i cili del çdo ditë punë, bën punën e vet, nuk abuzon me atë punë, është i përgjegjshëm, kthehet në shtëpi dhe është duke dhënë një kontribut të madh. Ky është një model. Mua më duket një model fantastik. Model është për shembull sot gjeta një qen enda cak në rrugë, që po të thoja dhe shpar, dhe praktikisht kam parë njerëz të jashtëzakonshëm që janë bashkuar në rrugë duke më ndihmuar në lan ditën e tyre të punës, si gjunaf ky shkreti si do rri, paguan para nga xhepi i tyre për t'i bler ushqim etj etj. Një kafshë të gjorë që kishte humor. Ky për mua është një model i jashtëzakonshëm. Njerëzit të cilët arrin të empatizojnë dhe me një qenie tjetër. Tani njerëzit prandaj them, domethënë modele, çfarë kërkojnë modele? Sepse për mua koncepti i modelit është të qenet i njerëzishëm, apo jo? Të qenet i njerëzishëm, të qenet i drejtë, të qenet i sinqert, ky është model. Dhe njerëz të tillë në Shqipëri ka sa të duash, që shkojnë në punë dhe bëjnë punën e tyre me shumë përgjegjshmëri. Po modele ka patjetër që ka modele. Jo, unë jam dakord. Ti je një model. Faleminderit, edhe ti je një model. Hajde, do të thonë tani ka dalë televizor, janë duke shërbetosur njëra tjetrën. Ndërkohë ti çfarë bën kur je mërzitur? Unë kur jam e mërzitur? Po, qan? Unë qaj shumë. Unë edhe unë qaj, po. Jo, qaj. Unë jam shumë qajmane shumë e madhe. Po, përveç se qaj, kam dy gjëra që bëj. Gjëja e parë është që ulem dhe gatuaj një fjatë pasta, një fjatë makarona. Nuk ka gjë që ta ngre humorin më shumë se sa unë jam edhe dem në horoskop, kështu që. Sa do të pyesja mos si e dini. Janë të lidhur ato, bëj gjithmonë një fjatë pasta. Dhe pastaj dal dhe bëj një xhiro. Është sekreti i qetësisë tënde dhe marrëdhënia me Belindin? Po, patjetër që po. Absolutisht. Belo është një njeri jashtëzakonisht mbështetës dhe i kujdesshëm. Domethënë unë realisht e mendoj, ta them pa shaka, që mendoj që shumë nga gjërat që unë kam bërë në jetë që i kam konsideruar unë të suksesshme, s'kan që si janë publikisht, po që unë i kam konsideruar të suksesshme, kanë ardhur dhe si rrjedhoj e të gjithë mbështetjes emocionale dhe psikologjike që mua më ka ofruar Belindi, dhe kjo është shumë e vërtetë. Pse mendon që vajzat në Shqipëri nuk e preferojnë këtë lloj modeli mashkulli? E di çka kam bërë unë, për shembull dhe nga shoqet mia që unë i vlerësoj shumë intelektualisht, jashtëzakonisht shumë, dhe janë vajza me kontribute shumë të mira etj, që kur vjen puna që mund të kenë një partner që i mbështet emocionalisht, që dukshëm është ajo që ne kemi zgjedhur të dyja, kërkojnë një gjë tjetër, kërkojnë një gjë që t'i trondis, perceptojnë dashurinë e madhe si që e kërkojnë të dhunshme në fakt, sepse për mua është e dhunshme, po unë pasaj dole ti psikologe, me të gjitha janë dhunë, të gjitha janë më atakojnë në këtë. Ka një tendencë që të zgjedhin atë mashkullin që nuk mbështet emocionalisht, që nuk ta varë shumë, një mashkull që nuk thot ty sa e bukur je sot edhe pse nuk je fare bukur, se sa herë më vjen mua sa e bukur je sot dhe unë jam skandaloze, jam dhe pa larë, mirë pa krehur. Po. Dhe
nuk kërkojmë të modelin e asaj paqesh emocionale që të lejon ty të shpërthesh dhe t'jesh ti më e mira pastaj, po kërkojnë këtë gjën agresive të dhunshme. Po, unë mendoj që format e të dashuruarit rusë. Ata thot ta kenë lexu kaq shumë, o zot, inshallah, o thot, inshallah ndodh kaq që pas kanë lexu kaq shumë. Dhe pak më fresh, të futeni çik më, gjëra më të bën ato më. Pak më thjeshta. Pak më thjeshta. Unë mendoj që ka të bëjë edhe me konceptin vetë që kanë për dashurinë dhe çfarë do të thotë të dashurit. Pra, janë edhe mbase njerëz të cilët e perceptojnë dinamikën e një lidhje vetëm përmes dramës. Apo nuk pati një farë drame, nuk ndjen të gjallë. Edhe kjo lidhet me shumë gjëra, kjo lidhet me marrëdhëniet që ke parë në shtëpi, kjo lidhet me traumat bartura që mund të kesh, kjo lidhet me faktin me realisht validimi. Pra, për çfarë tipologji validimi ke ti nevojë, e kupton? Edhe të gjitha këto shkojnë dhe ndikojnë pastaj në krijimin e marrëdhënieve që janë të pashëndetshme, por kjo nuk është vetëm në Shqipëri, kjo është gjithandej. Mendoj që, jo, unë nisem nga realiteti. Jo, duhet të po përpiqem të mendoj tani dhe unë kam njësoj dhe shoqet mia në Angli, për shembull, që kanë ngecur për vite të tëra në kurthin e marrëdhënieve që janë jashtëzakonisht toksike në këtë sens, pra të dhunshme për dalë aty ku thua ti që nuk lidhet me dhunë fizike, po ajo është dhunë emocionale, e përditshme. Një marrëdhënie e cila të bën të ndjesh e pamjaftuar, të bën të qash çdo ditë etj, nuk është një marrëdhënie. Si mund t'ja bëjmë ne ta kuptojnë vajzat që na ndjekin këtë gjë? Rëndësinë e të pasurit, një marrëdhënie të shëndosh dhe se si dashuria është e fortë dhe pa të shkaktuar trauma të mëdha apo marrëdhënie nuk do t'i quaj vetëm toksike, por mua janë marrëdhënie të dhunshme. E kalojnë toksike, është bërë shumë trendi në Instagram, kap dorën e jemi toksik se duam të rrim bashkë. Jo, po ajo nuk është gjë mirë, ajo është të duash përdorësh një gjë të keqe për toksike është të mëshme, toksike do të thotë helmuese, se njerëzit nuk e kanë harruar. I kanë harruar edhe pra helmimi të vdes, domethënë nuk është gjë e bukur toksike. Shumica e grave që unë i kam quajtur të arrira dhe i kam vlerësuar, të gjitha rrëfejnë për një partner shumë mbështetës në shtëpi. Po. Dhe unë përpiqem gjithmonë dhe vetëm arsye pse unë i pyes për partnerin, më ka qelluar ndonjëra që thoj jam e divorcuar sepse ai ishte shumë i dhunshëm, do doja shumë ta ndaja këtë si histori, po ndoshta në një moment tjetër dhe nuk kanë guximin ta thonë si fillim për të ardhur deri këtu. Po. Dhe dua që ajo që ngelet kur flitet për histori të roz, në arëm gruaje, të ngelet vetëm shija e mirë, pra mos të hymë në detaje romantike, partnerit, por në shijen e mirë të pasurit, partnerin mbështetës ose çfarë shkakton një partner që nuk e mbështet qenien tënde, mënyrën se si ti do të ekzistosh, mënyrën se si ti do pasionet e tua. Shtyp. Një partner i cili nuk të mbështet emocionalisht është një partner që të shtyp, që do të thotë nuk të lejon të vetë realizohesh. Gjithë rrugtimi jonë në jetë është një rrugtim drejt të shndërruarit në potencialin që ne mund të kemi, të çliruarit. Ke parasysh kur you outgrow, pra rritesh përtej frikrave dhe komplekseve të tua, që është një rrugtim shumë i vështirë. Sa vështirë është me te kalu limitet, frikrat dhe komplekset e vetes tonë, unë për shembull në adoleshencë kam pas komplekse pafund, shumë kompleksa, të cilat mendoj që me një pjesë të madhe i kam thyer, një pjesë të madhe nuk i kam thyer akoma. Njëri tjetër mund të ndihmoj ta bësh këtë gjë, por çfarë, duke të mundsuar që të jesh komplet i lirë dhe komplet vetvetja. Dhe një nga gjërat më të jashtëzakonshme që mund të arrihet me dikë në jetë, dhe këtu nuk lidhet vetëm me partnerin romantik, mund të jetë edhe një mikesh shumë afërt, është që ti të tregosh edhe anët më monstruoze të tuat dhe tjetrit i shofi. Dhe kjo është gjë e jashtëzakonshme, që ti të mos të ndihesh sikur ti duhet të tregosh vetëm anët e mira, sepse është sfilica. Se ne të gjithë kemi gjitha brenda. Dhe vetëm në momentin që gjithë ato gjërat ti ndjen të pranuara nga tjetër kush, se ne në fundit të s'kemi nevojë për pranim. Unë nuk jam me filozofisë, për shembull ka shumë podcaste që thonë që ti s'ke nevojë për pranimin e tjerëve, s'ke nevojë për validimin e tjerëve. Njeriu është qenie sociale. Prandaj jemi qenie sociale. Tjetër kemi nevojë të ndjemi të pranuar. Edhe kjo është jashtëzakonshme, të gjesh një njerëz i cili të pranon. Jemi në limitet e emisionit, po dua që mbylljen t'ja dedikoj shfaqjes për t'i thirrur njerëzit në datë 20, 21 dhe 22. Është një bashkëpunim me Bashkimin Evropian, imagjinar, po. Me skenar të Ana Shkrelit, me regji të Klaudia Pirolit, luaj unë dhe Urim Aliaj dhe Ismail Shino. Dhe një emër tjetër. Klarova. Kush po merret me produksionin? Skenografia. Skenografia Artemis Zoga. Bravo. Tani, ke një gjë për të thënë?
Për shfaqjen, Po. o zoti madh, për shfaqjen dua të them Dhe locationin do të. që nuk është një shfaqje teatrale në vetvete, por është një performancë. Do thoshim që është një performancë e cila është shumë politike, është dhe një reflektim mbi gjuhën, dhe është një vepër komplet eksperimentale, e cila po bëhet me shumë dashuri dhe në një farë mënyrë vë në pikpyetje shumë të madhe, çfarë do të thotë vlerat e Bashkimit Evropian dhe cila është e ardhmja e qytetërimit në një farë mënyrë. Është një eksperiment shumë i madh dhe shumë i bukur, për cilën jam shumë e lumtur që të jep pjesë e kësaj, sepse ti ke një energji të jashtëzakonshme. Faleminderit shumë. Kështu që unë mendoj që të gjithë njerëzit duhet të vinë. Të paktën për të iniciuar për të nisur një diskutim politik. Shumë e rëndësishme të bëhen diskutime politike. Unë falenderoj shumë që erdhe sot, e di që ti je shumë e zënë. Nuk jam dhe aq, jo. Je shumë e zënë, ndërsa e them unë s'ka problem, dhe vlerësoj shumë që gjete këtë orë për të ndarë gjërat e tua kaq personale me teleshikuesit Aromë Gruaje. Edhe unë të falenderoj shumë që më thirrë dhe që mendove që kisha gjëra të rëndësishme. Të nderuar teleshikues, kjo ishte Aromë Gruaje edhe për sot, ndërkohë ju mos harroni 20, 21 dhe 22 maj. Ngjitur me Kishën dhe Librarishën Valentinin, Kishën Katolike të Rrugë e Kavajës, zhvillohet shfaqja në ambient të hapur dhe ju presim të gjithëve që ta ndiqni.